Miq të nderuar, ju përshëndes prapë, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Do të vazhdojmë me një mësim tjetër sot nga Ungjilli i Markut. Sot do të flasim për Markun, kapitulli 6, vargjet 35 deri 44. Do të lexojmë nga vargu 34 sepse ky varg shkon së bashku me këto vargjet e tjera. Por ne kemi bërë një video për vargun 34 dhe mund të shkoni ta shiqoni në videon e kaluar, edhe një mësim shumë i bukur aty lidhur me Jezusin. Le të lexojmë këtë vargje fillimisht edhe pastaj të shohim se çka mund të mësojmë nga këto vargje. Marku kapitulli 6, vargjet 34 deri 44, na thuhet: Dhe kur Jezusi doli nga barka, pa një turm të madhe dhe pati dëmshuri sepse ishin si dele pa vari, dhe nisi të mësoj shumë gjëra. Duke qenë se u bë vën, dishepujt e tij i ofruan dhe i thanë: Ky vend është i shkretë dhe tashmë është vën. Lejoj këta njerëz që të shkojnë në fushat dhe në fshatrat rreth e qark, që të blejnë bukë se s'kan gjë për të ngrënë. Por ai duke u përgjigjur tha atyre: U jepni ju të hanë. Dhe i thanë: Atë shkojmë ne të blejmë për 200 denar bukë dhe t'u japim të hanë? Por ai u tha atyre: Sa bukë keni? Shkoni e shikoni. Ata mbasi e mësuan, thanë: 5 bukë e 2 peshq. Atëherë ai i urdhëroi që t'i ulin të gjithë grupe mbi barin e njum. Kështu ata u ulën grupe nga 100 nga 50. Dhe ai si mori të 5 bukët dhe të 2 peshqit, ngriti syt nga qielli, i bekoi dhe i theu bukët dhe u dha dishepujve të vet që t'u avinin përpara atyre, dhe të 2 peshqit u ndau të gjithëve. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën, dhe mblodhen 12 shporta plot me copa buke dhe me mbetje peshku. Dhe ata që hëngrën bukë ishin rreth 5000 burra. Ky është pasazhi që jemi duke folur sot. Siç thash më herët, ne tashmë kemi bërë një video lidhur me vargun 34, ku kemi parë Jezusin si një Zot plot dëmshuri dhe plot dashuri dhe plot hir për njerëzit. Mund të shkoni dhe ta shikoni atë video. Tash, mbasi që Jezusi në vargun 34 kishte dëmshuri për turmat që ishin mbledhur përreth tij, ai jo vetëm që ka dëmshuri, nuk është diçka që vetëm ai ka dëmshuri edhe thotë, më vjen keq për këta njerëz, po ai në fakt bën diçka për ta dhe e shfaq dëmshurinë e tij me vepra ndaj këtyre njerëzve. Ai bën diçka që të ndihmoj këta njerëz sepse ishin në një situatë të vështirë. Dhe kjo është çka shohim në këto vargje, do thotë nga vargji 35 deri 44. Siç e shohim në vargjet 35 dhe 36, na thuhet: Duke qenë se u bë vën, dishepujt e tij u afruan dhe i thanë: Ky vend është i shkretë dhe tashmë është vën, lejoj këta njerëz që të shkojnë në fushat dhe në fshatrat përreth edhe qark që të blejnë bukë se s'kan gjë për të ngrënë. Pra dishepujt këtu janë ata që i kërkojnë Jezusit që ai të thotë turmave që të shpërndahen dhe të shkojnë nëpër fshatra përreth, nëpër vende për të ngrënë ushqim, sepse kishin qëndruar me Jezusin për një kohë gjatë dhe dishepujt e dinin se ata ishin të uritur. Por gjithashtu mendoj se edhe dishepujt kishin dëshirë pak që Jezusi t'i largonte njerëzit, sepse ata kishin ardhur në fakt në këtë vend për të pushuar pak. Nëse mbani mend tek Marku 6:31, Jezusi u thotë atyre: ejeni veç mas në një vend të vetmuar dhe pushoni pak. Dishepujt tashmë ishin kthyer nga misioni në të cilin Jezusi i kishte dërguar, dhe kishin bërë gjëra të mrekullueshme, ishin të lodhur. Ata vinin, tregojnë Jezusit gjërat që kishin bërë dhe Jezusi thotë: le të shkojmë edhe le të pushojmë, ne gjejmë një vend edhe të pushojmë. Pushoni pak. Mirë, po sapo ata të hypin në bark dhe dalin në anën tjetër, turma tashmë veç më është duke i pritur në anën tjetër. Pushimi i vetëm që ata kishin ndoshta ishte gjatë kohës në bark ku ata po kalonin në anën tjetër të detit. Kështu që ndoshta dishepujt janë duke thënë diçka: largoj këta njerëz, le të shkojnë të hanë që ne të kemi pak pushim. Mirë, po edhe pse kishin ardhur për pushuar në këtë anë të detit, ata nuk gjetën pushim as pak, por gjetën turma duke i pritur ata. Kështu i thonë Jezusit: largoj. Thuaj ju njerëzve që të shkojnë dhe të blejnë diçka për të ngrënë, sepse janë të uritur. Mirë, po Jezusi ka në mendje diçka tjetër. Ai nuk dëshiron që thjesht të çoj njerëzit, të shpërndajë që ata të gjejnë diçka për të ngrënë. Vargu 37, ai ju thotë:
dishepujve, vargu 37, dhe para i duke përgjigjur tha, u jepni ju të hanë. Ata i thanë, a duhet të shkojmë ne të blejmë për 200 dinar bukë dhe t'ju japim të hanë? Por Jezusi ju kërkon dishepujve që ju të bëni diçka për këtë, ju ushqeni këta njerëz. Mirë po, në një farë mënyrë Jezusi u kërkon këtyre dishepujve që ata të bëjnë diçka të pamundur. Është një turm shumë e madhe, edhe 200 dinar nuk janë të mjaftueshme për të blerë ushqim, edhe sikur të kishte ndonjë market apo diçka të tillë, nuk janë të mjaftueshme për të ushqyer gjithë këta njerëz. Vargu 44 do thotë ata që ngrën nga ato bukë ishin 5.000 burra, dhe kjo është duke i numëruar vetëm burrat, pa i numëruar gratë e fëmijët. Shumë komentues biblik mendojnë se ndoshta kanë qenë dikur rreth 20 apo 25.000 persona komplet, duke i përfshirë gratë edhe fëmijët që kanë mundur të jenë aty. Tash si mundet që 12 dishepujt të ushqejnë rreth 20.000 veta? Kjo është, siç thash, diçka e pamundur, dhe kjo është arsye sepse dishepujt thonë, si ta bëjmë në këtë me 200 dinara? Të shkojmë të blejmë ushqim me këta 200 dinar edhe t'i ushqejmë gjithë këta njerëz. Por ata nuk kishin ushqim me vete, nuk kishin të ardhura për të blerë ushqim për gjithë këta njerëz, por kishin pak ushqim me vete. Jo shumë, por pak. Vargu 38 në thot, dhe Jezusi ja tha atyre, sa bukë keni, shkoni e shikoni. Ata mbasi shikuan, thanë 5 bukë dhe 2 peshq. Do thot krejt ata që kanë me vete janë 5 bukë edhe 2 peshq. Por siç e dim, kjo nuk është asgjë për 20.000 persona. Edhe dishepujt e din këtë. Edhe Jezusi e din këtë. Por shiqoni çka Jezusi bën. Vargu 39 deri deri atëherë ai i urdhëroi ata që t'i rregullojnë të gjithë, të ulën në grupe mbi barin e njëm. Kështu ata u ulën në grupe nga 100 e nga 50. Pastaj ai mori 5 bukë dhe 2 peshqit, i ngriti syt nga qielli, i bekoi, e theu bukën dhe u dha dishepujve të vet që t'u shpërndanin atyre, u ndau gjithashtu 2 peshqit të gjithëve. Jezusi i tha dishepujve, mbasi ata thonë që i kemi 5 bukë dhe 2 peshq, Jezusi thotë, okej, ulni njerëzit në përgrupe nga 50 nga 100, edhe pastaj i thot, e merr ato që dishepujt kishin, ato 5 bukë, ato 2 peshq, edhe na thuhet që Jezusi i ngreh syt lart, e bekoi ushqimin edhe fillon që t'ja jap dishepujve, që ata t'u shpërndajnë njerëzve që ishin ulur tash në përgrupe. Këtu kemi një mrekulli të mahnitshme. Vërtet një mrekulli të mahnitshme. Këtu Jezusi, mbani mend këtë, këtu Jezusi tregon hyjninë e tij. Ai krijon ushqim. Jezusi është duke krijuar këtu. Edhe ne dimë që vetëm Perëndia është në gjendje që të krijojë diçka. Jezusi është duke krijuar. Veç imagjinoni pak situatën këtu. Ata ja sjellin Jezusit këto 5 bukë e këta 2 peshq. Dhe Jezusi nga kjo shumon aq shumë, krijon aq shumë bukë, aq shumë peshq, sa që të gjithë njerëzit ushqehen nga kjo. Dhe nuk është që të gjithë njerëzit vetëm marrin ka pak sa me prish pak, si themi në Kosovë, sa me prish pak urin. Jo, vargu 42 na thotë të gjithë hëngrën sa u ngopën. Jezusi i mbush këta njerëz me ushqim. I mbush rreth 20, ndoshta 20 deri 25.000 persona. Jezusi komplet i ngop këta njerëz me ushqim, thjesht nga 5 bukë dhe 2 peshq që ja sjellin dishepujt. Edhe për më tepër, jo vetëm që i ngop këta, por shqoni vargu 43 thot, dhe mblodhen 12 shporta me copa buke dhe me mbetje peshku. Do thot Jezusi komplet, plotësisht i ngop këta njerëz me ushqim, edhe më tepër ajo çka mbetjet, do thot çka mbetet është 12 shporta me ushqim. Jezusi jo vetëm që siguron për një për turmat, por ashtu siguron për dishepujt e tij, edhe u jep dishepujve, secilit dishepuj nga një shport, 12 shporte që ata të kenë ushqim, me vete. Rreth 20.000 veta, veç imagjinoni pak. Fuqinë e Jezusit këtë, mrekullinë që ai bën, ai krijon ushqim. 20.000 veta ushqehen me peshq dhe me bukë. Jezusi krijon
buk. Jezusi krijon peshqi këtu. Këta njerëz janë ata ndoshta të vetmit njerëzit në historitë njerëzimit që han buk të pagatuar nga njerëzit, që han peshqi të pa kapur nga njerëzit, peshqi që ndoshta në fakt as nuk ishin notuar ende në ujë. Jezusi specifikisht i krijon këta peshq për këtë rast. Këta njerëz han buk të pagatuar nga njerëzit, të pa pjekur në përfura. Është vërtet një mrekulli e mahnitshme, është vërtet për të habitur Jezusi krijon këtë gjëra këtu. Kush mund ta bëjë një gjë të tillë përveç Perëndis? Kush mund ta bëjë një gjë të tillë përveç Perëndis së plot fuqishëm? Ti ushqej rreth 20.000 persona me 5 buk dhe 2 peshq. Kjo është fuqia e Jezusit. Kjo është mrekullia e Jezusit. Dhe në këtë rast Jezusi pa kurfar dyshimi e tregon hyjninë e tij. Shumë njerëz thonë, ai e ka bërë atë me fuqinë e Perëndis, me fuqinë. Jezusi në këtë rast as nuk thotë, atë më ndihmo që ti ushqej këta njerëz, ai thjesht e bekon të faleminderit për ushqim. Edhe Jezusi krijon ushqimin. Edhe krijon bukën edhe krijon peshqit. Kështu që është vërtet një gjë e mrekullueshme. Çka mund të mësojmë nga ky pasazh? Vetëm 2 gjëra që duhet të theksoj. Së pari ne shohim këtu se Jezusi është vërtet Perëndi. Jezusi është vërtet Perëndi. Askush nuk mund të bëjë një gjë të tillë. Jezusi krijon nga asgjëja. Vetëm Perëndia krijon gjëra nga asgjëja. Edhe Jezusi e bëri këtë. Së dyti, ne shohim se çka Jezusi mund të bëjë me atë që ne kemi, pa marrë parasysh se sa vogël është apo sa pak është. Nganjëherë ne si besimtarë krishterë, sidomos ata që janë thirrur për të shërbyer njerëzve, për të ndihmuar njerëzit, si të krishterë në emrin të Krishtit, nganjëherë ndihen si ka nevoja është aq e madhe, unë s'kam burime, s'kam financa, s'kam atë që është e nevojshme për të kujdesur për gjitha këto nevoja. Mbani mend këtë pasazh. Jepnia Jezusit atë që keni me besim, edhe ai do të bëjë gjërat mrekullueshme. Kjo është çka mësojmë. Kjo është çka mësojmë nga ky pasazh. Le të besojmë me gjithë zemër se Krishti mund të bëjë të pamundur. Ajo që na duket neve e pamundur, sikur di shepu që thanë, si ti ushqejmë ne me 200 dinar, ti ushqejmë gjithë këta njerëz? Jezusi mund të bëjë një gjë të tillë. Jezusi mund të bëjë gjëra të mrekullueshme, sepse ai është vetë Perëndia i plotfuqishëm. Asgjë nuk është e pamundur për të lavdi Zotit për këtë. Kjo mrekulli është shumë e rëndësishme. Në fakt është aq e rëndësishme saqë të 4 ungjejt, Mateo, Marku, Luka, Gjoni, të gjithë e përmendin këtë. Mund ta lexoni tek Mateo 14 vargu 13 deri në 21, tek Marku 6 siç e pam këtu vargu 34 deri 44, Luka 9 vargu 10 deri 17 dhe Gjoni 6 vargu 1 deri 13. Ju inkurajoj sinqerisht që t'i lexoni këto vargje edhe ta bëni krahasimin, sepse ipen më shumë detaje kur 4 persona tregojnë të njëjtën ngjarje. Por mos harroni, Jezusi është Perëndia i plotfuqishëm që në këtë rast e shfaqi hyjninë e tij duke krijuar buk dhe peshq, veçanërisht për këtë rast që ti ushqej 20.000 persona. Ky është Jezusi. Ky është Jezusi të cilën ne e predikojmë, ky është Jezusi që ne e besojmë. Ai është vetë Perëndia i plotfuqishëm që krijon gjëra nga asgjëja. Ju falenderoj edhe një herë, edhe Zoti ju bekoftë të gjithëve. Shihemi në videon tjetër.